Tushkarazi, kombinimet të cilat janë në rallëves momentalisht sugjerojnë në konkludimin që edhe këtë herë Smajl Latifi i AK-s mund të fitoj ballotajit. Tani, natyrisht, në këtu jem vetëm për të bërë projekcione dhe në bazë të informatave dhe gjykimeve që i kemë na. Po, konstelacioni politik edhe ndarja fraksionimi i votës i barabart të 3 kundër kandidatët nuk kupton që zoti Smajl Latifi kalon tutje. Shto këto dhe natyren e votuesve të PDK-s, posaçërisht në një pjesë të regionit e Rahovecit, në fshatrat e Rahovecit, në pjesën jugore edhe lindore të Rahovecit, inklanojnë ose janë e kanë orientimin ka AK-ja. Kjo sigurisht që në këtë balotazh Smajl Latifin me gjithat e nxjerr fitues gati të sigurt të këtij balotazhi.